që imponoi popullit shqiptar ky narkodiktator. Këta e një grusht i vogël njerëzish, të cilët janë të lidhura me fije më të errta me krimin. Krimin e të gjitha llojeve. Nga krimi i dikurshëm politik, gjerë tek narkokrimi i sotëm. Por të vërtetat që paraqiten këtu dëshmojnë nxjerrin pa fytyrën e vërtet të padronit tyre që ata mbrojnë Edi Rams. Dëgjojnë tonë ditë. Dhe të kush? Rafaj. A doni me votu nesër? Për shohë. A keni kartë? Ja. Kortën e kam kortën, por ako da kam oraj e mishtri. Si e ka? Besmiri. Të posa. Kortën tonë, kush e ka marrë? Besmiri. Besmiri, pse nuk ta kthen kortën Besmiri? Zy janë puna ti. Jo, që e besim dhe thëmë, nuk e hanë lekë të dhe, nuk e hanë lekë të dhe, nuk e hanë lekë po. A duhet kortë aty? Duhet nesër që i s'men. Pse duhet nesër? Duhet vota ka nga... Me votu. Sa ko që ta ka morë kortën? Jo. Ma i rrafi. Sa një që i? 78. Pensionin, a ke marrë? Ja. A dënë me votu nesër? Po do nesër, për zotën, unë do të një vynë se s'gënë mërej. Po ka majnë, unë atë e du. Kartat i du. Shpi. Kush e ka marrë kartë? Kë besa ma i ka marrë. Ku përna nëjë? Do lek. Lek, qëfar lekë? Lek të pensionit. Ta sa kohë ja ka marrë kartë? Po të në kohë. Të shë jau, hajtë, të shë jau, pa sa mund. Të kartat janë marrë ma tepër. Pra, aja ka marrë kartë dhe nuk janë? Nuk i këthen. Është gjabë nuk i këthen. Ja me ku kartë? Ka shku liku. I kom hën likut. Ta marrë shtohat. Jo, du me atu legjins, luvis lëvalti, ka me e prunlini të shpia. Edhe, që i ka thane për karta? E ka hën du me atu asaj. Mine për mu i ka hën kartat. Jo, sa. Ja që atjes një që e vede. As ka pru lek, as ka pru karta. Pra, ju s'keni kartë? Ja, në shpi, ja. Ati ko, a i veti ka ma. A lova kisë më ka bon kështo. Një rast flagrant ka ardhur nga fshati i Barbullushit, ku një denoncues është ankuar pranë Partisë Demokratike sepse një punojës poste i cili shpërndan pensionet në Barbullush, zoti Besmir Lepi, ju ka marrë kartën e identitetit dhe nuk e rikthen. Qytetarët pa kartë identitetit nuk mund të votojnë. Ndaj i bëj thirrje organeve kompetente, policisë shtetit që të marrin masa ndaj këtyre personave sepse përkryen krime zgjellore. Pra, këto janë